Majoranca e qeverisë zbret në terren dhe zhvillon takime me përfaqësues të biznesit të vogël në kryeqytet, vetëm një ditë pas tryezës së Partisë Socialiste e zhvilluar me përfaqësues të biznesit të madh, në të cilën u prekën disa çështje si heqja e taksës për biznesin e vogël, taksa progresive për biznesin e madh, si dhe u dëgjuan problematikat e këtij biznesi. Deputet të qarkut të Tiranës dhe zëvendës ministri i ekonomisë Eno Bozdo kanë diskutuar me tregtarët e kryeqytetit lidhur me përballimin e taksave nga biznesi i vogël. Sa paguani sot? Deri diku të përballueshme. Të përballueshme. Sa paguani sot? Po në vit. Është 17.000 lekë. Është keste, 3 mujoshi. Janë ulur? E keni ndjer ulën? Po, pa diskutim. Sa keni pas paguar dikur? Jepni dot një shifër? 22.000 lekë. Dhe 27.000 lekë pa divar. Për zëvendës ministrin e ekonomisë, takimet me biznesin tregojnë qartë që politikat fiskale të majorancës kanë funksionuar. Zoti Bozdo sulmoi programin ekonomik të Partisë Socialiste, e cila synon vendosjen e taksës progresive në vend. Atë që zoti Rama bëri dje kur ishte kryetari i Bashkisë Tiranës, trefishoi taksat, tatimet, të gjitha shërbimet, çmimin e shërbimeve, ja premtoi dje në një tryezë biznesit të madh, duke u thënë që nëse unë do të vim pushtet, unë do t'ju shumë fishoj nëpërmjet tatimit progresiv, taksat dhe detyrimet që ju keni ndaj qeverisë. Ai më tej tha që kjo bëhet në të mirën tuaj, duke siguruar ata që sa më shumë të punojnë, sa më shumë të prodhojnë, sa më shumë vende pune të kenë mundësi të hapin, ai nuk do t'ju lërë, do t'i heqë çdo nxitje për të investuar dhe për të krijuar vende pune. Ndërsa premtimin e Partisë Socialiste për heqjen e taksave për biznesin e vogël, deputetja e PD-s Laila Përnaska i cilësoi si demagogji. Çdo lloj përpjekje apo tentative tjetër që dëgjojmë rëndom, që përcillet nga selia e Partisë Socialiste apo nga kryetari Rama lidhur me paketën fiskale, është dhe mbetet thjesht një demagogji, pasi nuk ka dhe nuk mund të ketë asnjë lloj shansi për të vënë në jetë në realitetin shqiptar. Deputetja Përnaska deklaroi se majoranca po punon për realizimin e një pakete të re fiskale, e cila në thelb të saj ka sërish përmirësimin e klimës së biznesit.